Kur jemi tek drejtimi yt, nga besimi në Zot, nga lutjet, nga falja, është një person që të ka ndihmuar shumë në këtë rrugtim, që kemi edhe në fotografi, na kemi pas edhe në emision, është hoxha i xhamisë më të madhe të Ferizajit, Mustafa Ahmeti. Mustafa, është interesante edhe kontakti me Mustafa. Mustafa është prej atyreve miqve, shokëve, njerëzve të cilët të mbështet pa ndonjë shkak, pa ndonjë interes. Edhe Mustafa ka ardhur në një periudhë edhe një kohë ku unë kisha pas shumë nevojë për një njerëz si Mustafa, një njerëz i cili më jep diçka prej vetës edhe të paktën është shumë i sinqertë edhe i mirë me mua. Mirë kupton edhe thjesht ta hap derën atëherë kur ti ke më shumë ti nevojë. Unë rrethona prej shumë njerëzve Saran sot, edhe shumë njerëz më kanë hapur rrugën. Unë jam shumë falënderues për shumë njerëz që kanë ardhur në jetën time. Se për një shoqëria jo në fund ditës u tregu me labën shumë i sinqert. Shumë njerëz më ka hapur rrugën, shumë njerëz ka besuar në ato që ka qenë edhe dyrt. Nuk muj me thonë që nuk ka qenë edhe një pjesë nështë që thjesht nështë për shkak. Vetëm se tu ka dhjesht kohë me dalë me i kuptu edhe gjana të mira që të rrethon. Unë mendoj që ka shumë njerëz që labin e kanë mbështet. Ndërta është edhe Mustafa, për Mustafa nuk gjej nështë edhe fjalë adekuate për me shpreh dhe me thonë. Unë një jetë Saran njihna si një djalë i cili di me dash shumë. Do me thonë, unë nuk di me dash pak. Unë kur e du dikon, unë e du shumë edhe rrezoj për tokë krejt. Jep dashni të madhe. Shumë. Nuk e di pse, po di me dash njerëzit deri. A je dëshpëruar për njerëzve që i ke dashur edhe që ke bërë për ta? Jo, asnjëherë. Unë kam dhënë dashni edhe atëherë kur nuk më është kthy. Po pa ka rëndësi se ata njerëz kanë vetë në arkivën edhe në jetën time që unë sot edhe kur i kujtoj, okay, kam dashur edhe ata njerëz. Po është e rëndësishme me dash, po ditët ana i kthejnë as na i kthejnë pa rëndësi. Po edhe ndërta është edhe Mustafa i cili unë e çmoj edhe vlerësoj për gjithçka që bën edhe është dhe çka qetësinë shpirtërore që sot për emisionin tanë se i tregova që kam shkuar te tepa shkallzova kur gjë. Për një Mustafa ka në një periudhë një kohë kur më është dashur një njerëz si ai. Po.